nga ajo që flet, në mënyrën se si e bën denoncimin e secilit problem që prek xhepin e qytetarëve, interesin shtetëror, rrjedhimisht të Republikës, në këtë vend, sipas këtij narracioni, do të duhej të mbusheshin sheshet. Sheshet. Këtë punë nuk po e bën as partia juaj, as partia tjetër demokratike, duke që kanë mbajtur indiferencë nga një kurs që do të duhet prodhonte një moderim, një udhëheqje të këtij zemrimi legjitim për të nxjerrë njerëz në rrugë, që të protestojnë së paku, që është drejt fundamentale demokratike. Partia e ka thonë edhe më herët, edhe për çështje tjera, që nuk e sheh rrugën e organizimit protestave si rrugë luftimit të opozitbërjes. Është në rregull me këto, jena bukur, jo bukur, po jena institucionalist në kuptimin që ankesa do të me i dërgu në institucione caktuara dhe me prit vendimin. Në këto institucione ku ju gati keni humbur besimin? E dyta, jo, nuk e kam humbur besimin. Gati, po them, gati. Fatmirësisht, po. Kam ende besem, du të me besu në një institucione. Jo kam thonë edhe një ditë, përderisa na nuk i besojmë institucioneve, e kena pru këtë ditë që tenjë këto. Cili besojmë institucioneve kur thoni që Zoreje mbyll syt, është në pakt mbase edhe me qeverinë. Para syve tyre po ndodh gjithë kjo avari, këto rekorde skandale që prekin interesin jo vetëm të qytetarëve, po të interesit shtetëror. Nëse denonconi me të drejtë lloj-lloj probleme në çdo institucion tjetër, në gjithë institucionet e sistemit, atëherë gjithë kjo ka një bilans që të lëkundet besimi, apo zonja? Po, veç të shkojmë te protestat. Të më thonë, kjo nuk është po rruga edhe e organizimit protestave nga ana e LTK-s. Megjithatë, unë kam marrë pjesë protesta, varësisht për organizimit, se protesta fundit ke para ketë s'kes, ko nuk mendoj që do të më bo para tyne, marrë pjesë protesta. E kom provu edhe këtë rrugë. Edhe të opozitës ose reagimeve çdo ditë, ka raste kur i postoj 3 herë në ditë, por nuk është kjo e tëra çka do të me bo. E kuptojmë këtë pjesë. Pse nuk po qomi në protesta, është se i kena remnitencat bukur të mëdhaja. Remnitencat pare që i marrim nga jashtë. Si transakcione bankare, ndesh po estërën janë bankë, si do që t'i themi, zyrtare, edhe pjesa që vjen e njerëzve verës edhe dimnit. Për ata emigrimi është zgjidhja. Emigrojnë, qojnë pare, as nuk i kena barë, po dhe kena pare. Kjo është okon pasoja, po dhe i ka përshtat qeverisë. Nëse na thojna, që nuk e di qysh po bëhet se po emigrojnë, se nashta s'kan menaxhu mirë, jo. Këto gjëra funksionojnë bashkë. Nuk menaxhojnë mirë, se kur gjo do i kena qojnë pare, edhe nuk i kena barë në spitale, edhe nuk i kena barë në shkolla, po dhe kena pare, presion ka ma pak. Pra, pse nuk po qomi në protesta, pse nuk peshojnë gjendjen njerëzit që shëshon ashta unë edhe të tjerët, është që në fund të mujit del llogaria. Del llogaria se kena pare për jashtë. Shumë pak kam familje, një familje që nuk e ka një burim tjetër për jashtë. Po edhe shumë pak një familje që... Kjo është arsyeja që po mbahet e hershur shoqëria. Kjo është një ndër arsye. Po. Meritokracia ka ro. Shkon ai që se fiton të ndihen, jo ai që e fiton. Jo s'po them çdo tender fitohet pa të drejtë, nuk është ajo, po meritokracia është ro. Nëse 2 rrugën, ose i merr paret për jashtë, ose kime ec jashtë.